Kur njeriu është poshtë, unë nuk e kam pas kur natyrën të merrem me atë viktimën. Për shembull, fatkeqësisht, më kam ndodh që të kur s'dia të kontrolloj veten përleshëm me njerëz. Zjemi, i kemi thënë me gërshta. Edhe sa herë tjetri ka ra poshtë, unë s'kam guxu t'i bima. Bili kam thonë qo mër qenë që t'i bi dhe herë. Nuk është natyrën time të qëlloj ata që është poshtë. Ku që ruhet trapi se që është natyrën time të thonë jo, e drejtë. Nuk është problemi këtu për Sami Gjokën, nuk është problemi këtu për ata që sot gjoja Sulmanedin, gjoja shajnë me libër shtëpie, që kështë kalon njëri pa shajt me libër shtëpie, me ignorancën dhe arogancën e vetë, me poshtërsinë dhe likësinë e vetë. Por, pse themon që është e drejtë e çdo njeriu dhe vazhdoj luftën, shfryrëse në fillim, kundrejt këtij maskaraj. Pse? Sepse vlezër e motra, Edi Rama nuk ka ra poshtë. Edi akoma, me arogancë dhe poshtërsi dhe likësi, e uzurpon. Nuk e lëshon atë që ne ja kemi dhënë me vota, por që kemi drejtja heqim, kur nuk e ka justifiku votën tonë, nuk e heq Sali Berisha me forcë, se janë dy parti kundërshtare politike të një sistemi, ku ja morin pushtetin njëri tjetër vetëm me votë. Sali Berisha dhe Partia Demokratike nuk mundet ta përzej dhe s'duhet kur të kërkoj ikjen Ikë Rama, që është parti kundërshtare. Por populli, kur ngrihet sovrani, i madh i vogël, edhe kur në këtë popull protestues dhe nga gjithë rrymët, si nga Partia Socialiste, si nga Partia Demokratike, si nga ato që s'kan parti, si nga ato që duan, si nga ato që i urrejnë partitë, ato të shqepin ty, nuk ato spysin as për kushtetutë se është qëlizëm, është revolucion. Dhe kur populli thot ik, të do t'ikësh, tash e nuk ikën. Është viktim, ja vlezër e motra, ai po viktimizon të tjerët sot. Akoma po bullizon të tjerët, me arogancën dhe poshtërsinë e vetë. Jo, kapet ai si një grua keqe. Gjenë aty elementa, kapët, ai që lexoj, ai ka të rrethu që kanë. Kam gjetë një Iqbal në Kosovë që ka shia, beson Iran. Ai pas e komentu kundër luftës në Iran, komenton gjysma e Amerikës, më deri nonën, më idiot, nuk janë anti-amerikan, nuk janë me Iranin, por shohin një luftë pa drejt, për shembull, sipas mendimit tyre, ose shohin një luftë pa pikë strategjie, thjesht për shembull të shkojmë se kështu tha Netanyahu, kjo nuk është urrëtie për Amerikën. Ore sa herë ti kritikon babën tatë në shtëpi për të qivë dhe herë nënën, nuk do thotë që ti urren babën edhe do një tjetër, po s'pëlqen ajo që ka po. Familja jote, njerëzit e tuj, po ti don ata dhe pse i shanë dhe i kritikon, e don vllajën dhe pse shanë e kritikon, e don fëmijën tatë dhe pse shanë e kritikon. Pra se ka dalë një shqiptar atje për shembull dhe ka qëndrim të kundërt me luftën, nuk do thotë që është armik, po të pëlqen ty, more qenë e birë qeni, ti kategorizosh si armiq, si në qoftë se unë qenë kam kundër për shembull kësaj strategjie të luftës, ose qëllimeve të kësaj lufte, nuk do thotë se jam kundër Amerikës më mas s'kara, po edhe njëherë, vlezër e motra. Ne, si kamp, edhe unë si individ, nuk luftoj me viktimën. Neve në pati poshtu Italia. Italia fashiste e asaj kohe. Pati bo dhe krime.
edhe pushtusi asnjëherë nuk është dashur nga asnjë komp në botë. Edhe pse njerëz të veçantë bashkëpunojnë. Si ka njerëz të veçantë që bashkëpunojnë me tradhtarin e kombit. Si ka ky maskaraj, ky Edi Rama, që janë këto zvarranik të poshtër. Shifini sa të liq janë këto socialistët. Edhe sot e kësaj dite thonë, vodhi, Floririn zogu. Zogu që çoi Floririn në Shqipërisë, ta depozitonte që mos sa mirën, mos sa villën, dhe se e ka blloku Anglia, nuk e di, ka kthy sot e kësaj dite sa shtur, po sa patën marrë këto gjeveritë tona, edhe sot e kësaj dite të Floririn që e patën blloku një herë për një incident që ndodhi në detin ton. Por nuk e vodhi. Nuk e çojnë bankët e veta, e siguroi për shtetin shqiptar. Kurse ky ja fal të gjitha, i fal Sazanes, Vernet's botës, edhe heshti këta. Është investim strategjik për të majtë atë Edin Karrike. Edhe njëherë, vlezër e motra. Kombi jon është kombi madh, nuk merret me viktimën. Kur kapitulloi Italia fashiste, si komunistët që luftonin fashizmin, si populli i thjesht, i mbrojtën, si që mbrojtën që futët, i fshehen nga Gjermani. Ne s'merremi me viktimën, ne e falim viktimën. Edi Rama nuk është viktim, vlezër e motra. Nuk është viktim se bonim një gabim edhe e kara nga fiku dhe të shi po shkojnë popullit ta mysin me komët i pojnë shurën për sipër që ta mbrojmë ose të pushojmë s'heshtëri. Edi Rama çdo gjë e ka bo me ngulljen e thikës Kosovës, vjedhjen e pronave, nxjerrjen e paketës maleve, nxjerrjen e ligjeve për investime strategjike, mbrojtjen e Belinda Ballukut, edhe tashti për talljen me popullin, fyrjet që i bën popullit, sharjet që i bën popullit nga froni e tij, se kujtos se është në pushtet, se kështu janë diktatorët. Diktatorët kështu janë, dhe kur t'i heqësh zvarr, dhe fundi i diktatorëve është gjithmonë siç ndodhi Mussolinit, siç ndodhi Ceaușescut, siç ndodhi Saddam Huseinit, siç ndodhi Kadafit, dhe siç do t'i ndodh këtij edhe gjithë klysheve që mbrojnë këta. Ato klysh që thrasin sot kundër popullit, që shajnë një lloj si ky popullin e vet, që populli i merr përpara si leshe, si legena këto, me pshtymë merr, u aqinon këtyre maskareve, por populli janë është i madh, po pret, largohuni më qena më të mirë, se nuk dëshuhet kjo, por nuk po merri me vlezër motra, me viktimën, po merri me atë që edhe tashti në këto momente kërkon të talët, të bëj likësi, të shpalli njerëzit do t'jesh jo idiot, jo maskarej, jo lunatik, jo agent i Iranit, ku është agent i Iranit, vlajim Dritan Gjoka, Gani Gjoka, një për dhe meset e mi, që janë për ditë e për notë para ambasadës në Washington DC, kundër këtij sistemi, çfarë agentësh, ku u bon agent ata, më derre nonën e agentët e kujt, është ngrit populli më maskarej, është ngrit populli se është mushkupa. Prandaj vlezër e motra, mos ndalni këtë luftë. Ne nuk kemi nevojë të çirremi e të bërtasim se s'kemi forcë. Ne çirremi e bërtasim se s'dum gjakderdhe, nuk dum që t'ju aqim nonën e t'ju nxjerrim ata zorrët në për Tiranë, më klysh kurve. Më klysh kur ndaj çirremi se na dhem shpirti se s'dum gjakderdhja. Por po deshet gjakderdhja, do t'ju japim e do t'ju aqim nonën, por nuk na vjen mirë. Largohuni, leni qeverinë teknike, të vi sa më shpejt krijohet, ajo do t'jetë vetëm një qeveri teknike. Do jetë vetëm, onoroj për 2-3 vjet, po të paktën për 1 vit. Që t'i japim mundësinë organeve gjyqësore, gjykatës, të merret me drejtësinë, të ndaj shapin nga sheqeri, të ndrojnë ligjet, të pezullojnë ligjet antikombëtare, edhe të kërkojnë pronët që janë vjellë, pronët private dhe pronët shtetërore publike të kthehen atje ku kanë qenë. Pastaj, le të bëjmë zgjedhjet, edhe në qoftë se nxjerr Partia Socialiste,
nxjerr një grup që populli e don dhe fiton, le të fitoj. Po që se Partia Demokratike fiton, le të fitoj. Po që se partia që do të dali nga kjo protestë nëse do le të fitoj. Unë nuk kam dëshirë dhe nuk kam nevojë kur mendoj që ne të krijojmë parti të reja. Për arsye se kemi parti sa dush deri nënën partive. Ne kemi nevojë që në krye të partive dalin njerëz të pastër, sistemi të ndrohet, që në parlament shkojnë ato që voton populli, të hiqen këto pislliqet e Berishës edhe të Ramës i vejnë ato deputetët me mrajën e lapsit dhe nuk duan të dinë se ç'dan populli, këto janë gjëra thjeshta që kërkojmë. Largohu më maskara, mor të qip dhe herë nënën ty dhe kush mbron ty, të vi qeveria teknike që nuk e di se kush e kush do që tjetë, që nuk do jetë atje për gjithmonë, por që të përgatis terrenin, që kur të vinë votimet, të votojë ato që do populli, dhe jo ato që duan monokleturët, dhe mos ketë kur mo këto maskarej 20-30 herë që të vinë pushtet. Edi Rama është i skualifikum. Sali Berisha është i skualifikum, se di që ka ardhur 2 herë në pushtet. Çdo person që ka ardhur për herë të dytë në pushtet nuk duhet të zgjidhet më kurrë. Nuk du mretni. Sami Gjoka ju përshëndet.